lidhjet e tyre me botën e krimit, organizatat më kartelet e drogës, organizatat më të rrezikshme kriminale, mori një demaskim edhe një farsa zgjedhore në të gjitha dimensionet e saj. Kur ndonjëherë, në 34 vite, Brukseli nuk ka qenë më shqiptar, se sa ato 2 ditë të javës së kaluar. E marta dhe e mërkura e javës që kaloi ishin ditët në të cilat në tempullin e demokracisë u mbrojtën interesat jetike të shqiptarëve, vota e lirë e tyre, dhe u bë pretenca ndaj Edi Ramës, farsës elektorale, mandateve kalp, u bë pretenca e shtetit monstruoz elektoral shqiptar, u bë pretenca e narkoshtetit shqiptar, të pojave, çelave, bajrëve, e tjerë. Ishin ditët më të veçanta. Prandaj dhe i them çdo shqiptari se aty me sensin e madh të përgjegjësisë ndaj çdo qytetari shqiptar që beson tek vota e lirë, me sensin më të madh të kësaj përgjegjësie, ne mbrojtëm interesat më jetike të votës së lirë, të dignitetit të shqiptarëve dhe të Shqipërisë. Ishin ditë që u ngecën në fyt farsën dhe lidhjet me krimin Edi Ramës, Plumbesha Gjokës, Taulant Begojarisit, Ergjys Agasit dhe eksponentëve tjerë madhor të krimit në qeveri, përfaqësuesve të tyre në parlament, Sara Miles, Dyrmishit, Arkend Ballës, e shumë të tjerëve. Ishin ditë të cilat i dha një rrjedhë të re shpresës dhe besimit se shqiptarët do votojnë të lirë si kombe tjera. Në zërat më autoritativ të mazhorancës që qeverisë në Bruksel dhe në Europë, u theksue abuzimi masiv publik me rezervat me burimet shtetërore, kërcënimi zgjedhësve dhe administratës publike, përdorimi gjobave dhe bonusve për të grabit vota, mbjellje 200
mbjedhja 29.300 hektarve kanabis apo 290 milion metër katror. U theksua se krimi, dhe kjo është një kryefjalë, ta di shqiptar. Krimi në Shqipëri i lidhur me politikën pengon rotacionin dhe nuk lejon ndryshim në pushtetin. Pra, për të kuptuar se pse puthadorët e qeverisë dhe qeveritarët, narkoqeveritarët reaguan kaq të turbuar. Pse bota e tyre mediatike që kontrollojnë krijoi 34% më shumë lajme editoriale pa llogaritë komente, se komentet të i kalojnë 300%, 500%, po ato i përjashtojnë. Për këtë vizitë, ata në një aspekt me atë që morën e meritonin, humben çdo arsye, çdo logjik. Natyrisht, unë nuk mund të falëroj këta lakej, këta balonës të krimit, por reagimit e tyre ndaj mbrojtjes votës lirë, sepse ekzistenca e tyre është pikërisht pushteti i krimit dhe narkoshteti. Por unë, në emër të gjithë shqiptarëve, që janë shumicë dhe që duan votën e lirë, shpreh mirënjohjen më të madhe Partisë Popullore Europiane, presidencës së kësaj partie, e cila me gojën e sekretarës përgjithshme një deklaratë denoncoi farsën elektorale në Shqipëri si një akt i shëmtuar. Falëroj me mirënjohje të thellë kryetarin e Komisionit të Jashtëm të Parlamentit Evropian, zotin David McAllister, i cili në udhëheqjen e tij e shnoi këtë institucion në një avokat të fuqishëm të vërtetave të mëdha. Një mirënjohje të pakufishme për koordinatorin e grupit më të madh parlamentar në Parlamentin Evropian, zotin Michael Gallagher, të nderuarin deputet, eurodeputet, që u paraqiti kolegëve të tyre si në Komisionin e Jashtëm, ashtu dhe në Asamblenë Politike, të gjithë të vërtetën e farsë elektorale në Shqipëri, denoj me forcën më të madhe këtë farsë dhe u bë një avokat, një zë i fuqishëm i pamposhtur i interesave të shqiptarëve për votën e lirë. Natyrisht në këtë histeri mediatike, thash dhe njerë, që të i kaloj 34% zhurmë në samitit më të madh që është mbajtur ndonjëherë në Shqipëri, e bëri. Në pleks është një interesa individuale të intelektualëve kriminalë që mbështesin farsën, të diplomatëve hajdut të nxjerrë nga shërbimi si të tillë, të banalizëve
të denoncuar publikisht si gjobdhënës të neveritshëm. Të mjeranëve që janë të gatshëm të ndrojnë flamur çdo ditë për padronin që i paguën më shumë. Por të gjitha këto firmë lidhen tek një njeri, tek Edi Rama, i cili kuptoi dhe nisi me urgjencë dy përfaqësues të tij, të cilët e mbrojtën apo e tradhtuan atë nuk e di, por një gjë u them shqiptarëve, dolën nga ajo mbledhje me këpucë, me fytyrë të nxirë, më të nxirë se këpucët e tyre. Dhe njëri prej tyre, ata që e panë, konstatuan se ishte në shok psiqik. Po, absolutisht. Pastori që kumbaj, kurse e tjeni, ishte sfazuar fare. U kthyn dy spjujt e qeverisë, si të erdhen, thash dhe një herë, nuk unë i quaj të pafajshëm, sepse ishin para një misioni impossible. Mission impossible. Nuk mund të mbronin ata dorëzimin e portit prej vitesh kartelit më të fuqishëm të drogës pojave, dorëzimin e autostradës heroinës, telve. Nuk mund të mbronin ata zhdukjen e insineratorit i 130 milion euro nga Edi Rama dhe Erion Veriaj. Nuk mund të mbronin ata implikimin e Olsi Ramës. Ishte dhe sishte, ja u shpjegova unë si është punë e tij. Me grupin Zibraka. Nuk mund të mbronin ata. Ata ishte mission impossible. Nuk mund të mbronin ata aferat me Alabarin të Edi Ramës. Nuk mbronin dot ata. Lidhje dhe Edi Ramës me Plum Gjokën. Po kur e dinë edhe Adelaide dhe Murdve Shiu, aty personazh nuk ishte vetëm Suedi, nuk u bëfë edhe Adelaide Rocco, e cila garanton të gjitha karteleve të drogës dhe organizatave kriminale ku dhe shpërbime shumë të mëdha për Edi Ramën lehtë të ndërtimit dhe investimet e aferave. Pra, nuk mund të mbronin vendimin e Edi Ramës për të dhënë 100 euro shpërblim për çdo pensionist në mes fushatës elektorale. Nuk mund të mbronin faljen e 200 milion euro në kundërshtim me çdo ligj, 2 ditë para zgjedhjeve. Nuk mund të mbronin ushtrinet, polici politike, voca administratë shqiptare shtruar në armatë e patronazhis dhe 10 rabinera punojës.